Me më shumë se 23 vite eksperiencë, Edmond Musai, djali nga Kosova që skalit flokët me gërshërët e tij të arta, hapi sallonin e ri në Bonn, në një nga rrugët më legjendare të qytetit. Hair Fashion by Edmond tani do të jetë në adresën e re në Stertonbrücke 15 në Bonn, nga Oxford Strasse, që ishte më parë, aty ku aktivitetin do të vazhdojnë familjarët e tij. Ai nuk është thjesht një berber, por një modelues dhe profesionist i modës, një profesion i trashëguar ndër breza. Më 24 tetor, në një ceremoni madhështore që zgjati afro 8 orë, miq të ftuar, klientë dhe personazhe të njohur, inauguruan në rrugën Stertonbrücke 15 të Bonn, sallonin më të ri të mjeshtrit Edmond Musai, djalit nga Kosova që në krahun e tij mban Skënderbeun dhe është krenar që është shqiptar. Përtej një modelist i flokësh, tek Edmondi gjen një patriot të mirë edukuar, një profesionist që i përkushtohet punës dhe familjes së tij. Në krah i qëndron edhe Evisa, motra e tij, e cila lëviz në çdo cep që të mos mungoj asgjë. Edmondi ka edhe asistentët e tij, por edhe të rinj që mësojnë profesionin e modelistit të flokëve dhe ndërrojnë të bëhen si mjeshtri i tyre. Komuniteti i Edmondit janë qindra klientë ndër vite, bashkëpunëtor, miq dhe bashkëdetar, me të cilët mjeshtri i industrisë së bukurisë feston hapjen e një salloni të ri në një nga lagjet më të frekuentuara të Bonnit në Gjermani. Në një event elegant me një atmosferë shumë miqësore, Edmond Musai prezantoi arritjet 23 vjeçare në botën e modelimit të flokëve, duke u kujdesur që secili i ftuar të merrte vëmendjen e duhur. Edmond Musai është një emër i njohur nëpër sallonet e bukurisë që nga viti 2002, me më shumë se 23 vite në këtë fushë, ai ka zhvilluar një stil unik dhe të veçantë të shërbimit, duke sjellë profesionalizëm, inovacion dhe kujdes të veçantë për çdo klient. Ai shpesh përdor shprehjen tak fak me pak përkujdesje, dukesh edhe më i bukur se më parë. Salloni i ri Edmond Musait është konceptuar për të ofruar shërbime të ndryshme, duke përfshirë në mënyrë të veçantë trajtimet e flokëve. Ambienti modern dhe miqësor si në shtëpi është projektuar për të ofruar klientëve një eksperiencë optimale relaksi. Edmond Musai ju fton ta vizitoni sallonin dhe të bëheni pjesë e një eksperience të paharrueshme të bukurisë. Ai është i përkushtuar që të ofrojë shërbime të personalizuara dhe të arrijë rezultatet më të mira për çdo klient. Viti 2025 po sjell stile të reja dhe inovative në botën e modelimit të flokëve. Industria e estetikës së flokut vazhdon të evolojë, duke kombinuar elegancën klasike me elemente moderne dhe eksperimental. Ky vit është i mbushur me variante të ndryshme që përshtaten për çdo shije dhe personalitet, dhe më mirë se tek kushdo në Bonn, këto mund ta gjeni tek Edmondi, një profesionist i zoti që me teknikën dhe duart e tij të arta përqafon pa u ndalur trendet më të fundit. Për një stil të guximshëm është shumë e rëndësishme të përdorni produkte të përshtatshme për kujdesin e flokëve. Tek Hair Fashion by Edmond, ju do të gjeni këshillim profesional për një përkujdesje të plotë për flokë të shëndetshëm dhe të shkëlqyeshëm. Hapja e sallonit të ri të Hair Fashion by Edmond në Bonn nuk është vetëm një sukses në biznes, por realizimi i ëndrrës së mjeshtrit Edmond Musai për të shkëlqyer rreth profesionistëve të botës së modelimit të flokëve. Gjithmonë i apasionuar dhe i dashuruar me profesionin e tij, pas shumë vitesh përkushtim ai vendosi të hap sallonin e ri, që të ofroj shërbim edhe më cilësor, por edhe produkte të përshtatura për kujdesin ndaj flokëve. Me një ambient të ngrohtë dhe stafin e përkushtuar, qëllimi është që çdo vizitor të ndihet i vlerësuar dhe të gjejë gjithçka që dëshiron.